Horoskopi. Dash. E diela do të jetë një ditë reflektimi për dashin, do të mendoni për një vendim që duhet ta merrni shumë shpejt dhe nuk mund ta shtyni më. Një bisedë me një person të afërt do t'ju hapë syt për një situatë. Në mbrëmje do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt për atë që duhet të bëni. Demi. Për Demin kjo është një ditë e qetë, por shumë menduese. Do të bëni plane për javën që vjen dhe për financat. Mund të kaloni kohë me familjen ose me njerëzit më të afërt. Një lajm i vogël mund të ndryshojë humorin për mirë. Binjakët. E diela për binjakët është ditë komunikimit dhe takimesh. Mund të takoni dikë që nuk e keni parë prej kohësh ose të merrni një telefonat të papritur. Do të flitet për një plan ose për një projekt të ri. Në dashuri është një ditë e bukur dhe e qetë. Gaforja. Për gaforin kjo është një ditë shumë emocionale dhe familjare. Do të mendoni për të kaluarën, për familjen dhe për disa vendime personale. Mund të keni një bisedë të sinqertë me një person të rëndësishëm. Është një ditë reflektimi dhe qetësie. Luani do të dojë të dalë dhe të mos rrinë në shtëpi këtë të diel. Është një ditë shumë e mirë për shoqëri, dalje dhe njohje të reja. Dikush mund t'ju bëjë një kompliment ose një ftesë interesante. Në dashuri është një ditë e bukur dhe romantike. Virgjëresha do ta përdorë këtë ditë për të bërë plane dhe për të organizuar javën që vjen. Do të mendoni për punën, për financat dhe për disa ndryshime që doni të bëni. Mund të rrini më shumë në shtëpi dhe të qetësoni. Është një ditë reflektimi dhe organizimi. Peshorja do të jetë shumë e ndjeshme këtë të diel. Mund të mendoni për një marrëdhënie ose për një person që ju kalon shumë në mendime. Një mesazh ose një takim mund të ndryshojë diçka. Është një ditë emocione dhe vendimesh të heshtura. Akrepi. Për akrepin kjo është një ditë shumë e thellë emocionalisht. Mund të kuptoni gjëra që nuk kishit kuptuar më parë. Mund të merrni një vendim përfundimtar për një marrëdhënie ose për një situatë. Është një ditë që mbyll një kapitull dhe hap një tjetër. Shigjetari do të mendojë për ndryshime, udhëtime dhe plane të reja këtë të diel. Nuk do të doni rutinë dhe qetësi, por diçka ndryshe. Mund të planifikoni një udhëtim ose një ndryshim në jetën tuaj. Është një ditë optimizmi dhe planesh. Bricjapi do të jetë shumë i qetë dhe reflektues këtë ditë. Do të mendoni për punën, për paratë dhe të ardhmen. Mund të bëni një plan të rëndësishëm për javën që vjen. Në dashuri duhet të tregoni më shumë ndjenja. Ujori do të ketë një ditë surprizash dhe takimesh të papritura. Një person mund të rikthehet në jetën tuaj ose të merrni një lajm të papritur. Planet mund të ndryshojnë disa herë gjatë ditës. Është një ditë spontane dhe interesante. Peshqit do të jenë shumë emocional dhe romantik këtë të diel. Do të mendoni shumë për ndjenjat dhe marrëdhëniet. Mund të afroheni shumë me një person ose të merrni një vendim të rëndësishëm në heshtje. Është një ditë e qetë, por shumë e thellë emocionalisht.